Në të premten me mëngjes në ora 9 na ka thirrë prej Prishtinës tha. Më tha po bjen keshta, po në mesin e tyre tha është 70 bentori. E atëherë edhe ishëm të prit në familjarisht shu. Se na kemi ditë se mentori nuk është gjallë. Se 26 vite kur farë pshanje, kur gjë e kemi ditë se nuk është. Po atë momentin kam qenë në dhomë në Art Fjetjes, edhe shoqja ka aty për mu. Atëherë nuk kam mundje që më ra, jam rëzu në shtratë, e mu me shoqja thash ka u bo, thash pa mentorin, thash tashum përfundimisht tash me të më pato. Që ka prit gruaja jote për lajmin? Gruaja bës vetish. Shumë keq ka prit, se unë e familjen e kam gjetë mas 10 dite në Shqipëri, Pallat Sportit në Shkodër. Edhe kur më ka pa mua ka ditë për njëherë që mentori nuk është. Dhe çka do të bëj? S'është. Po ky djali tjetër tani dhe ky shko shumë të rrezik. 3-4 herë kishim mbështet dikun rrugës për me vrarë dhe këto kanë zënë shoqja.